Specialistë sektorit të policisë rrugore referuar në prokurori nisi procedimi penal për shtetasin dëshë 56 vjeç, banues në fshatin Sheldi, pasi u kapti duke drejtuar motomjetin pa lejë drejtimi. Specialistë për hetimin e krimeve të Komisionit të Policisë vau ide se referuar në prokurori për vlerësim, pasi dje shtetësia LA 86 vjeçe, banuesi në fshatin Kroni, është rrezuar aksidentalisht në banesë sipas së dëmtuar, ajo po merr mjekim në Spitalin Anal të Shkodrës. Specialistë për hetimin e krimeve të sektorit të policisë fusharë referuar në prokurori nisi procedimi penal për shtetasit HS 61 vjeç dhe GS 50 vjeç të dy banues në fushares për vret penale, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit dhe vëgjytësia, pasi shtetasi HS ka bllokuar me automjetin e tij rrugën përpara banesës shtetasit GS, ndërsa ky i fundit ka bllokuar rrugën që të çon te prona shtetasit HS. Ndërkohë me datë 12 tetor ka kazuar shtetësia dëshë 60 vjeçe se i kanë vjedhur një shumë parash në banesën e saj në fshatin Golem, gjatë kohës që në banesë nuk ka patur njeri, po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve. Materialet posteriore janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë, Terricionit Përgjithshëm Shkodër për veprimet më të mëtejshme.